5 ditë nga nata e ndrimit të viteve, tregtarët e gjelit tradicional po përjetojnë krizë për shkak të zhvendosjes së tregut të Gjë së Gjallë në zonën pranë tregut të Shumicës. E ndërsa është disa kilometra larg nga qyteti, aksesueshmëria e këtij tregu bëhet një problem vete dhe shumë i madh për blerësit. Këta të fundit nuk kanë se me çfarë të vinë deri këtu, ndërsa tregtarët e ngrënë me shqetësim këtë situatë. Qa punë ja, shikoj, të mëngjes kam shitur 2 kokë. Më shumë tregtarë këtu se sa Tregtarë, blerës nuk ka. s'ka fare. Po s'ka është vendi, që ku është, qyteti që ku është tregu, është turpi botës. Jo se s'ka leka, se leka se dha qeveria aksionistave. Po të vigja ne to 10 lek taksia. Ku të gjej lek të marka poshtë? Çmija që ullë prapë së marin. Sa është çmimi? Qa me 7.000 është turpi botës. Dhe ju kanë mbetur këtu, do ju mbetën. Ja, të ngele sa të dush. Dja vetë pas, s'kem qape. Pra nuk është vend i dur. Po këtu s'është vend i dur, një këtu faqëzez. Vinë do të moshatari, unë jam vetë moshatar. Ai vinë do të jesh e sakat. E shtu për botës. Nuk nga vini. Unë jam në Bosmadhi. Prodhoni shumë? 200 kere kishon. Sa kanë mbetur? Ka ngërë dhe 7-10 kere. He, të shes do të, e 4 ditë janë këtu. Po unë, po të tjetë nuk kanë, po ne vendi është shumë i keqë këtu. Nuk është treqë këtu. Këtu pun ka, po s'ka njerës. Ka poshi ka vajtu me 7.000 lek, ka ren. Pazarin po na kini nderuar, na i kini quen larkë atyre halexhime, na i kini quen në det, kështu që këtu s'ka njerës. Shikoni ju këtu, njerës? Nuk ka njerës. Pazari ka ren për juve. Atja kaloni gëzuar. Do bëni tani, ju kanë mbetur shumë? Si do bëjmë, na kanë ngelur, ata që na kanë ngelur, t'i fusim në përbanakër atje në shtëpi dhe t'i ham avash. Po ne thamë të nderojmë edhe juve, hajnë edhe juve. Sa ditë ke që ka këtu? Kemi një javë, po vim këtu shesim 1, 2, e nxjerrim naftën e makinës. Vetëm naftën? Naftën e nxjerrim ne, nuk tash. Gjiron vlorë? Vemi për të pirë kafe, nuk na ngelen. Nuk na ngelen. Ikim ashtu, ham buk me uri në shtëpi. Edhe qytetarët shprehen me shqetësim për largësinë e tregut të Gjë së Gjallë, ku duhet të vinë vetëm me automjete. Mirë, tani çfarë këto kushte janë? Do të blini? Do bleni atë. Ju erdhët me makinë, po ata që s'kanë makinë që do vinë? Në këmbë. Fukaraku bën tie. Se keni bler akoma? Jo, ja tani po shkojnë. Çfarë, pul ka poshtë? Pul ka poshtë çat ket. Juve? Ja, me këta. Pul ka poshtë. Keni ardhur me makinë, se ndryshe Me makinë, po. Ju duket larg tregu, është larg? Po larg. S'keni S'kemi marrë akoma. tani jeni duke i parë. Duke i parë, Po do të blini sot. do të blem. Me çfarë erdhët deri këtu? Larg tregu? Me Me vend, makinë. me makinë. Tregtarët theksojnë se në tregun e mëparshëm në hyrje të qytetit kishte punë për shkak se klientët që kalojnë aty me automjete vinin edhe nga Tirana apo rrethet të ndryshme të vendit dhe ndalonin për të blerë. Vini edhe nga Tirana. Vini nga Tirana, kish maqinë, ndalon atje, mirë të ikte. E ne i shisim edhe të hanim mish. Po këtu, as po shesim, as po hanë, se s'plejnë thot. Atje ishte më... Po ishtë 100 herë më mirë, 100 herë më mirë. Po sikur 5 metra vend atje, theshe i bari. Këtu e shkot. Këtu e shkot për neve, fshatarët e vapër. Zhvendosja e tregut të Gjë së Gjallë në zonën tek ish ushqimorja ka dëmtuar tregtarët e kaposhave dhe pulave të detit, të cilët vetëm 10 ditë kanë punën e tyre. Bashkia ndoshta do duhet të gjente një zgjidhje më optimale për ta zhvendosur tregun sa më afër qytetit, të paktën në këto ditë, pasi ata që nuk kanë automjete e kanë të pamundur të shkojnë deri aty. Nëse nuk ke një makinë, do duhet të faturosh një taksi.